Situata e zjarreve në bashkinë Puk vjen të mbetet dinamike, veçanërisht në zonën Gojan-Xhexhan, ku era e fortë favorizon përhapjen e flakëve. Prefektura e Shkodrës bën me dije se në mbështetje të bashkisë Puk dhe në koordinim me Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, vjen angazhimi i strukturave vendore dhe qendrore për menaxhimin e vatrave të zjarrit në zonën e malit të Tërbunit, Gojanit dhe Xhexhanit. Në malin e Tërbunit, situata paraqitet aktualisht nën kontroll, ndërsa forcat toksore vjojnë punën për monitorimin dhe eliminimin e vatrave të mbetura. Në zonën Gojani Vogël, Gojani Mall Xhexhan, situata vjen të mbetet dinamike ndikuar nga era e fortë. Deri në këto momente nuk raportohet avancimi i zjarrit në drejtim të banesave. Operacioni toksor po mbështetet nga ajri prej 3 ditësh pa ndërprerje me 2 helikopter të angazhuar në zonat më problematike. Në terren janë angazhuar 3 mjete zjarfikëse dhe 15 efektiv nga Bashkia Puk, 1 mjet zjarfikës dhe 7 efektiv nga Bashkia Fusharrës, 1 mjet zjarfikës dhe 3 efektiv nga Bashkia Shkodër, 50 forca bashkiake, 40 efektiv të forcave të armatosura, efektiv të policisë së shtetit dhe 50 vullnetar. Forcat janë organizuar në disa drejtime operacionale, me fokus Gojanin e Mall, Gojanin e Vogël dhe Xhexhanin për të kufizuar përhapjen e zjarrit dhe për të mbajtur të mbrojtura zonat e banuara. Institucioni i prefektit të qarkut Shkodër vjen koordinimin dhe monitorimin pa ndërprerje të situatës, me prioritet mbrojtjen e jetës dhe banesave, si dhe vënien e plotë nën kontroll të vatrave aktive.